Po, unë e pritja në zyre, deri tani isha në zyrën e kryetarit. Policisë ose diçka që nuk po shoh nuk po vrej policë që ka nga call. E isha lutur edhe kolegun mos me politizuar sepse 4 komunat veriore që deri me tani janë udhëhequr nga kryetari shqiptar, sot ju janë dorëzuar fituesve të zgjedhjeve të tetorit 2025. Kryetarët serb kanë zbarkuar në objektet komunale dhe kanë dhënë betimet e tyre, që në orët e hershme të mëngjesit u vunë re përgatitjet për ceremonitë, ndërsa policia e Kosovës, KFOR-i dhe Oleksi monitoruan situatën në terren. Kryetari deri me tanishëm i komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, para seancës inauguruese, deklaroi se ishte i gatshëm t'ia dorëzonte dokumentet dhe çelësat kryetarit të ri, nëse ai do ta pranonte ta takonte. Unë jam këtu, jam në zyre dhe natyrisht unë pres, në qoftë se është i vullnetit të vite unë në zyrën jam i gatshëm t'ia dorëzoj edhe çelësat edhe t'ia uroj detyrën e re dhe i kthehem unë detyrës time si zyrtar për kthim dhe komunitete. Megjithatë, pas përfundimit të seancës inauguruese, Zeqiri tha se kryetari i ri Miloš Perović nuk kishte shkuar në zyrën e tij për procesin e pranim dorëzimit, ndërsa ekipi komunal kishte qenë i gatshëm sipas protokollit. Po, unë e pritja në zyre, deri tani isha në zyrën e kryetarit. Unë besoja që do të vi pas dhënies së betimit, natyrisht ai ka mandatin e plotfuqishëm të kryetarit, mirë po nuk erdh atëherë ta shohim me siguri ditëve në vijim, ai do të thret sepse kemi nevojë për pranim dorëzime të proces verbaleve, të protokolleve dhe natyrisht na jemi të gatshëm me gjithë ekipën tam të i zhvillojmë ashtu siç lypin protokollet. Pas betimit, një asamblejist i dhuroi kryetarit të Zubin Potokut flamurin e Serbisë. Edhe në Mitrovicën e Veriut nuk u zhvillua takimi i pranim dorëzimit mes kryetarit të deri tanishëm Erden Ateq dhe kryetarit të ri Milan Radojević, i cili sot u betua zyrtarisht në detyrë. Seanca konstituive në Mitrovicën e Veriut u shoqërua me disa incidente të tjera. Pak para betimit të kryetarit të ri nga lista serbe, një asamblejist vendosi flamurin e Serbisë në ulsen e tij. Gjatë seancës, asamblejistja vetëvendosjes Aida Ferrati dhe përfaqësuesi i PDK-s Emir Azemi reaguan ndaj asamblejistit serb Marko Jakšić, i cili deklaroi se ndihej i rrezikuar dhe pretendoi se në sallë kishte prezencë të policisë. Ne jemi këtu për të konstituar kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, kështu që sa i përket policisë ose diçka që nuk po shoh nuk po vrej policë që ka nga call, edhe nuk ka nevojë nëse parafolsi do të thonë tjetër i kryesuar ose diçka tjetër. Gjithsesi jemi këtu për të betu në këtë seancë konstituive në Mitrovicën e Veriut dhe në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Jena këtu mu betu në dhe solene nuk ka nevojë mu politizu. Kur gjatë të krymë këtë procedurë që është dhe ligje, rani dëshirat mund t'jenë tjera. Kjo është ajo që duhet të respektohet, ligje dhe rande, mos të politizojmë të krymë këtë punë ashtu që është ligje. E isha lutur edhe kolegun mos me politizuar sepse. Ndërkohë, edhe në Zveçan është zhvilluar ceremonia e betimit. Dragisha Milović u betua si kryetari i ri i komunës, pasi Ilir Peci i PDK-s ja dorëzoi zyrtarisht detyrën. Në fjalimin e tij, Milović theksoi se do të bashkëpunojë me KFOR-in, Oleksin ose BE-in, institucionet në Prishtinë, me APL-n dhe me mediat.